Kemi Isuf Demhasaj, drejtor për ekonomi dhe zhvillim në komunën e Nedeqanit. Do të flasim për turizmin në Deqan. Bjeshkët e Deqanit konsiderohen si më të bukura të Kosovë dhe i gjithë potenciali është aty, i gjithë fokusi është aty për të bërë turizëm. Atëherë Isuf, përshëndetje dhe mirë se ke ardhur në studio përmes linjës telefonike. Përshëndetje edhe për ju. Faleminderit shumë për mundësinë që përmes emisionit ju jo vetëm t'i falenderojmë gjithë ata që na përkrahin e promovimin e resurseve tona, po t'i bëjmë ftesë që t'na vizitojnë për gjithë këtë potencial turistik që e kena. Me shumë kënaqësi. Atëherë mund të na thoni cili është synimi kryesor për të bërë turizëm këtë vit? Komuna e Deqanit dikon mbi 65% të investimit kapital e ka të orientuar në sektorin e turizmit, duke marrë parasysh që është sektori kryesor i zhvillimit ekonomik të komunës tonë. Përmes investime në infrastrukturën rrugore dhe mirëmbajtjen e saj, përmes investimeve të ndryshme në produktet e turizmit, komuna e Deqanit po mundohet që të jetë sa më shumë si një mundësi e mirë për të ftuar turizmin edhe të arritë zhvillimin e komunës tonë. Kështu që në ditën e vazhdim besoj që këto produktet vetëm si atraksione turistike vetëm po rritin edhe mundësi tepër e mirë për çdo turist, çdo vizitor që na viziton edhe të bindet për ato që e thonë. A jemi gati për të prit turist huj me këtë infrastrukturë që ka tani komuna e Deqanit? Jena tepër të gatshëm, pa dëshmon edhe më së miri 2 shtigjet ndërkombëtare të ECE-s, të cilat vazhdimisht janë me vizitorë të huj, po ashtu edhe gjatë këtyre 2 shtigjeve është e mbushur me bujtina edhe guest house-at të cilat i mirëpresin gjithë ata turistë ndërkombëtar të cilët mund t'i vizitojnë. Po ashtu Gryka e Deqanit ofron edhe një mundësi tjetër të mirë, sidomos gastronomia e asaj zone për të gjithë ata që shfaqin interesim jo vetëm për shërbimet të ushqimit, po ashtu edhe fjetjes. Pse është kaq i veçantë Deqani? Domethënë bjeshkët e Deqanit, konsiderohen, e thash edhe në fillim, konsiderohen si bjeshkët më të bukura të Kosovës. Na thoni pse duhet me vizitu? Deqani është një perlë jo vetëm e Dugaxhinit, po e gjithë Kosovës. Ajo që ofron Deqani nuk besoj që ofron dikush tjetër në rajon. Këta mundi më bindë edhe përmes vizitimit të këtyre atraksioneve turistike. Potencialit që ofron bukurinë natyrore, pamjet panoramike, atraksionet turistike artificiale që i ofrojmë, këta mundi me vrejt vetëm kur i vini në qytetin tonë. Kështu që i ftoj përmes kësaj bisede telefonike që po bëjmë bashkarisht, ta vizitoni dhe të bindeni. Ju jeni duke bërë një punë të jashtëzakonshme, po e shohim përmes rrjeteve sociale, çdo ditë postoni foto, çdo ditë tregoni se sa i bukur është, domethënë sa të bukura janë këto bjeshk. Punën që po e bëni, keni mbështetje? Sepse sigurisht që don kosto të mëdha, domethënë përveç atyre që ju po kërkoni dhe të investoni më tepër dhe ta tregoni këtë potencial, ju po e bëni punën që e keni në dorë, ta them kështu. Zakonisht laurat të shumica komunave të vogla mundësitë buxhetore janë tepër të kufizume. Megjithatë duke pas parasysh një kryetar si Bashkim Ramosa i cili e ka prioritet turizmin edhe me vizionin e përkushtimin në punën që e bën, po mundohemi të arrijmë atë. Megjithatë kërkojmë mbështetje nga pushteti qendror që gjitha këto projekte, gjitha këtë vizion, këtë synim që e kena që Deqani të jetë një atraksion jo vetëm turistik vendor brenda Kosovës, por edhe jashtë saj na mbështet, megjithatë është tepër e vështirë. Po mundën të përfitojnë edhe bizneset lokale nga, domethënë, turizmi? Ky është edhe qëllimi kryesor, përmes zhvillimit të turizmit, gjenerohen edhe ka interes nga ata që të investojnë në këto bukuri? Ka interesim, të marrë me gjitha procedurat burokratike, sidomos të Parki Nacional një pjesë e kanë kufizu. Ne realisht si komunë jena duke punu në hartimin e 2 rregulloreve, një rregullore për një zonë të veçantë që është Bjeshka e Belegut, të gjitha kuptojnë rëndësinë edhe investimin në këtë zonë për ndërtuar një qendër të madhe të skimit, po ashtu edhe plani rregullues, i cili është në fazën përfundimtare në zonën e livarit të Margegës, një zonë e veçantë i cili besoj që jo vetëm që do ta lidhë ekonominë lokale të qytetit Deqanit, por gjithatë do të sjellë edhe investime të tjera. Nëse do të kishit vetëm 48 orë, ku do ta dërgoni një turist? Pikën e parë. Çka duket ty më atraktive?
është pak e vështirë për me zgjedhë njërin prej bjeshkëve, Se kështu është që shumë në e bukur, po. ti mëlloj pak a shumë si lokalist me thonë bjeshkën ku ju më rrit, megjithatë cilën do bjeshkë të veçanit që e zgjedh, besoj që ka mundi isha ndi njëjtë. Ma herët e patëm dhe Benin që kishte realizu një libër, kishte editu një libër Kosova Madhështore, do me thonë ciklin e dytë, dhe kishte bë fotografi tepër të bukura, sidomos në bjeshkët e Deçanit dhe Junikut. Këtu i kemi pas më herët, e kemi pas se sa shumë ka potencial kjo zonë e Kosovës që të promovohet dhe që të vinë turist huaj, turist lokal, nuk është e rëndësishme. Na jemi këpresin gjithë, Benin ka bo një punë të nëkodushme, kështu që falenderojmë për çdo fotografi që e promovon qytetin komunën e Deçanit. Të falenderit Jusuf shumë, ishte kënaqësi me ju pas këtu, me pamundësi për mos më u taku këtu direkt, po gjithsesi herave të ardhshme, më falni, dëshimi sërish do të flasim për potencialin që ka ky vend. Faleminderit shumë, ju përshëndes.